Alba kërkon falje Alaudinit pas kërcënimit me largim, a e ka falur moderatori. Alba, një nga banorët më të diskutuara së fundmi, ka ndërmarrë një hap prapa pas përplasjes së saj të fortë dhe publike me moderatorin Alaudin Hamiti, një moment që tronditi spektaklin prime të së premtes. Ky debat arriti kulmin e tensionit, duke e kthyer Albën në kryefjalë të mediave dhe duke kërcënuar seriozisht vjueshmërinë e saj në shtëpi. Ajo që ndezi flakët e debatit ishte një klip i transmetuar nga produksioni, i cili trajtonte temën e bullizimit të Elionës. Alba reagoi ashpër, duke hedhur akuza të forta drejt produksionit, duke pretenduar se materialet ishin montuar në mënyrë të qëllimshme për të dëmtuar dhe prishur imazhin e saj publik. Megjithatë, pas natës plot tension dhe pas kthimit në një ambient më të qetë brenda shtëpisë, duket se ka ardhur momenti i reflektimit për Pollozhanin. Ajo ka ndier nevojën të sqarojë pozicionin e saj dhe t'i drejtohet drejt për drejt moderatorit të spektaklit. Alba ka zgjedhur një mesazh paqësues dhe ka kërkuar ndjes për mënyrën se si u shpreh. Ajo theksoi se reagimi i saj nuk ishte një sulm personal ndaj Hamitit, por një shpërthim i shkaktuar nga pakënaqësia mbi mënyrën se si ishte prezantuar situata nga klipi. Duke kërkuar falje për tonet e larta dhe emocionale, ajo u shpreh: "Dini na fal për mbrëm. Nuk ishte personale me ty." Ky mesazh shërben si një përpjekje për të normalizuar raportin me moderatorin dhe për të shmangur keqkuptimet e mëtejshme, duke synuar të fokusohet te shkaku fillestar i zemërimit të saj, perceptimi se produksioni po i priste rrugën me imazhin e saj.